Horoskopi i 20 tetorit. Një ditë bekimesh dhe mundësish për të gjitha shenjat. 20 tetori sjell një frymë të re dritë dhe qartësie për të gjitha shenjat e zodiakut. Energjia e ditës është e mbushur me mundësi, fat dhe surpriza që vijnë si dhuratë nga universi. Pas disa ditësh tensioni, më në fund drita po gjen rrugën për të depërtuar në çdo zemër që ka nevojë për shpresë. Kjo ditë do të tregoj se mrekullit ndodhin kur nuk i pret dhe se çdo pengesë ishte vetëm një provë për shpërblimin që vjen tani. Hape zemrën, sepse universi sot po flet me ty. Dashi, sot është dita për të treguar guximin tënd të lindur, dashi. Universi të vendos përballë një mundësie që mund të ndryshojë rrjedhën e një situate në punë ose në marrëdhënie. Energjia është e zjarrt, e fortë dhe kërkon që të veprosh pa frikë. Në dashuri, një bisedë e sinqertë sjell qartësi dhe më shumë afërsi me dikë që ke për zemër. Në financa, një lajm i mirë ose një ofertë e re mund të të befasojë. Kjo është një ditë ku çdo gjë që ndodh ka qëllim hynor. Besoj intuitës tënde, ajo nuk të gabon sot. Demi ndjen sot një qetësi të rrallë në shpirt. Një situatë që të ka lodhur emocionalisht më në fund nis të stabilizohet. Në punë, bashkëpunimet janë të favorshme dhe do të ndihesh më i vlerësuar. Në dashuri, komunikimi është çelësi, nëse flet me zemër, do marrësh përgjigje që do të prekin. Në aspektin financiar, gjërat ecin drejt përmirësimit, por kërkohet kujdes me shpenzimet impulsive. Universi të kujton se sot është dita për të falur dhe për të çliruar nga çdo inat i vjetër. Kjo energji e re të hap rrugën drejt paqes së brendshme që e ke kërkuar prej kohësh. Binjakët, sot gjithçka lidhet me komunikimin binjak. Një lajm, një takim apo një mesazh mund të ndryshojë humorin dhe të sjellë një kthesë pozitive. Në punë do të hapen dyert që lidhen me ide, kontakte dhe njerëz që vlerësojnë kreativitetin tënd. Në dashuri, një keqkuptim zgjidhet me një bisedë të ngrohtë. Në aspektin financiar, është ditë e mirë për planifikime dhe vendime të mençura. Universi të kujton, fjalët kanë fuqi, përdori për të ndërtuar, jo për të përmbysur. Në fund të ditës, do ndjesh se je në rrugën e duhur dhe çdo pengesë ka qenë pjesë e rritjes tënde. Gaforja, sot është një ditë për zemrën tënde të ndjeshme, gafore. Universi të dërgon energji qetësie dhe sigurie. Në punë, mund të marrësh vlerësim për një përpjekje që ke bërë me durim. Në dashuri, momentet romantike janë të thella dhe të ngrohta. Nëse ke qenë në distancë me dikë, kjo është dita e afrimit dhe e pajtimit. Në aspektin financiar, çdo shqetësim fillon të lehtësohet dhe ndihesh më i qetë. Kjo është dita për të kujdesur për shpirtin tënd, për të falendëruar dhe për të besuar se mirësia po të kthehet shumë fish. Luani, një ditë që ndriçon si vetë drita jote, luan. Sot të shfaqet një mundësi që të lejon të tregosh aftësitë dhe karizmën tënde. Në punë, je në qendër të vëmendjes, një sukses apo kompliment të jep shtysë të madhe. Në dashuri, një person të sheh me sy të rinj dhe ndjenjave të vjetra u rikthehet zjarri. Në aspektin financiar, vjen një stabilitet i bukur dhe mundësi për fitim të vogël. Mos harro të ndash energjinë tënde pozitive me të tjerët, është dhuratë. Universi po të kujton se drita jote sot është frymëzim për të gjithë. Virgjëresha, një ditë e mbushur me qartësi dhe stabilitet për ty, virgjëresh. Gjërat që dje dukeshin të paorganizuara, sot fillojnë të vendosen në vendin e tyre. Në punë, përkushtimi yt vlerësohet dhe mund të marrësh një kompliment apo propozim që të motivon. Në dashuri, ndjenjat bëhen më të thella, është dita për të folur hapur dhe për të rikthyer ngrohtësinë në marrëdhënie. Në aspektin financiar, një vendim i marrë me kujdes do të sjellë përfitim të qëndrueshëm. Universi sot të kujton se durimi yt është forca jote më e madhe dhe çdo sakrificë po fillon të shpërblehet. Në mbrëmje, një ndjesë qetësie do të mbush shpirtin, shenjë se je në rrugën e duhur. Peshorja, për ty, kjo ditë është e mbushur me harmoni dhe reflektim. Do të ndjesh nevojën për qetësi, bukuri dhe për të kaluar kohë me njerëz që të ngrohin shpirtin.
Në punë është momenti për të zgjidhur me diplomaci çdo tension. Fjala jote sot ka peshë dhe ndikim pozitiv. Në dashuri, një moment romantik ose një gest i ëmbël do të bëjë të ndihesh je dashur. Në aspektin financiar, energjitë janë të balancuara, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Universi të dhuron sot qartësi dhe dashuri, prano çdo ndjenjë të bukur që vjen pa e menduar shumë. Kjo është një ditë ku gjithçka që jetë, kthehet tek ti me dritë. Akrepi. Energjia e sotme të fton të mbyllësh ciklet e vjetra dhe të hapësh një faqe të re. Në punë, diçka që ke menduar ta braktisësh mund të sjellë fryte të papritura. Në dashuri, ke nevojë për thellësi, jo sipërfaqe, dhe sot mund të ndodhë një bisedë që e ndryshon drejtimin e një lidhjeje. Në aspektin financiar, ndihesh më i sigurt, sepse një vendim i marrë kohët e fundit po jep rezultatet e para. Universi të shtyn të besosh tek fuqia e rilindjes, çdo mbyllje sjell diçka më të madhe. Në fund të ditës, do të ndjesh një energji ndriçuese që të kujton, çdo fund është një fillim i ri. Shigjetari. Një ditë me frymëzim dhe lëvizje për ty, shigjetar. Universi të jep shtysën për të bërë diçka që ke shtyrë prej kohësh. Në punë, është momenti i duhur për të marrë iniciativën, guximi yt shpërblehet. Në dashuri, një surprizë e vogël mund të mbush zemrën me gëzim. Në aspektin financiar, energjitë janë pozitive dhe një ide e vjetër mund të sjellë fitim të ri. Sot, drita e universit të fton të mos e kufizosh veten, ëndrat janë më afër se ç'mendon. Në fund të ditës do ndjesh frymëzim dhe shpresë, sepse jeta po hap një rrugë që është vetëm me jotja. Britsjapi. Kjo ditë të sjell qartësi dhe mundësi konkrete. Në punë, përpjekjet e tua marrin vlerësimin e duhur dhe një person me ndikim mund të të ndihmojë. Në dashuri, është dita për të treguar më shumë ndjeshmëri, një fjalë e ngrohtë bën mrekulli. Në aspektin financiar, stabiliteti rritet dhe do të ndihesh më i sigurt për të ardhmen. Universi të kujton se disiplina është forca jote, por sot lejoje veten të pushosh dhe të ndihesh mirënjohje për çdo hap që ke bërë. Në fund të ditës, do të kesh ndjesinë e një kapitulli të mbyllur me sukses. Ujori. Një ditë plot frymëzim dhe ide për ty, ujor. Universi të ndihmon të gjesh përgjigjet që kërkon. Në punë, kreativiteti yt spikat dhe mund të marrësh një propozim interesant. Në dashuri, lidhjet shpirtërore forcohen dhe një person i veçantë mund të shfaqet papritur. Në aspektin financiar, shmang nxitimet dhe ndjek planin tënd, rezultatet vijnë më shpejt se ç'mendon. Sot është dita për t'u lidhur me dritën, me frymëzimin dhe me ëndrat e tua të mëdha. Në fund të ditës, do ndjesh se universi po të udhëheq në drejtimin e saktë. Peshqit. Një ditë e mbushur me emocione të thella dhe dashuri. Universi të fton të dëgjosh zërin e shpirtit dhe të ndjekësh ndjesinë e brendshme. Në punë, intuita të ndihmon të zgjidhësh diçka që të ka shqetësuar. Në dashuri, momentet romantike janë magjike, dikush mund të të surprizojë në mënyrën më të ëmbël. Në aspektin financiar, gjërat qëndrojnë në ekuilibër, por vjen një shenjë që tregon përmirësim të afërt. Kjo është dita për të shprehur mirënjohje dhe për të ndarë dashurinë me ata që e meritojnë. Në fund të ditës, do të ndjesh se drita hyjnore të ka prekur me qetësi dhe bekim. Kjo ditë është një kujtesë e bukur se universi punon gjithmonë në heshtje për ata që besojnë. 20 tetori është dita e bekimeve të vogla që sjellin ndryshime të mëdha, e një fjale që shëron, e një rasti që hap derën, e një ndjenje që rikthen shpresën. Nëse ke ndier dritë gjatë leximit, është sepse ajo dritë tashmë ka nisur të të ndjekë. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe thuaj: e pranoj bekimin e kësaj dite me zemër plot dritë. Mos haro të abonohesh në Zëri i Universit, sepse çdo ditë është një mundësi e re që universi po ta sjellë në rrugën tënde. Sot, hap zemrën dhe beso, fati po të buzëqesh.